Kam dhe i mesazh për gjithë ata që presin fundin e muajit, që gjyshe ose gjysha të shkojnë marrë pensionin, ose kërkoni më lekëre. Po shkoni dhe punoni. Jam duke bëj një shëtitje këtu te liçeni i Tiranës. Normalisht në këto orë ka shumë pensionistë që bëjnë ato shëtitjen e tyre. Jo luajn tabull, jo nxjerrin fëmijët e fëmijëve me karroca. Dhe për shikoja që janë shumë të gëzuar, sepse i kanë marrë vesh gjithë lajmin që në Shqipëri janë rritur pensionet. Nuk është se janë shumë të sigurt se sa do rriten. Dhe para se të bëj këtë video, bëra një kërkim në internet. Dhe okej, ishte një lajm i mirë. Ka një rritje domethënëse. Nuk e di nëse është nga ato rritjet që atë shpërblimin që ta japin në fund vitit, ta pjestojnë dhe ta japin çdo muaj. Nuk e di. Dhe të pyesim ekonomistët që merren me këtë punë, sepse edhe lajmet e webit janë akoma ato lajme me 5 fjali. Mbyllet lajmi, nuk është se të sqarojnë tamam siç duhet. Dhe po lexoja që ministri i financave ka ndarë plot 97 milionë euro për këtë gjë. Nuk janë pak. Që të mendosh që këtu janë mbi 700.000, 800.000 pensionistë që bahen nga taksat atyre që punojnë. E di që e kanë të vështirë. Kam vetë mamin që është pensioniste. Po këto janë nga ato njerëzit që edhe i 5.000 lekë po t'ja rritësh thënë faleminderit Berishavës, se s'ta fal njeri. Gjithmonë pensionistët marrin më pak se ç'më meritojnë. Kështu ndodh gjithë botën, nuk është se është vetëm Shqipëri. Edhe i pensionistë në Gjermani ankohet, por qeveria thotë se na kanë bërë që të lypim.